Gëzohem që shoh gjithmonë më shumë qytetarë që na bashkohen. Sepse shqiptari nuk po rri, por po duket. Shqiptari nuk po rri, po duket kundër 35 viteve mashtrim dhe hajdutri. Shqiptari nuk po rri dhe po duket për të hedhur poshtë këtë qeveri të korruptuar, të lidhur me oligarkinë dhe mafjen, dhe mbi të gjitha, një qeveri e arrogancës dhe talljes në çdo dalje publike të saj. Dhe gjithë korrupsioni që themi nuk janë thjesht fjalë boshe, jemi të qartë që janë dokumenta, janë hetime të mirëfillta dhe askush nuk mban përgjegjësi politike. Po flasim për disa vjedhje të frikshme që shpesh ne nuk i konceptojmë dot ato shuma të frikshme parash, miliona euro, incinerator, për shëndetësi, nuk di të them pasuri kombëtare si porti Durrësit, tallje se e fajna e ka Perëndia për përmbytje dhe jo kur më qeveria. Hajdutëria. Dhe një ish zëvendës kryeministër në Arati dhe një zëvendës kryeministër që nuk e dorëzojnë, sepse duhet të dorëzohen të gjithë bashkë. Të gjithë duhet të ikin nga qeveria, sepse nëse dje prindërve tanë ju dogjë rinia nga qeveriset e shkuara dhe sot po digjet rinia jon, ju them se ne sot kemi një shans real. Ne sot kemi një alternativë të ndershme politike, ajo që na ka bërë bashkë sot këtu, për të marrë të ardhmen tonë në dorë, sepse Shqipëria është e jona dhe ne duhet ta marrim Shqipërinë tonë në dorë dhe mos të vidhet më nga hajdutët. Dhe unë e kuptoj në fakt zhgënjimin e disave, por sot jemi këtu. Jemi këtu për thënë jo dorëzimit, jo heshtjes, jo më kompromisit, jo më frikës. Sepse shpresa lind kur njerëzit ngrihen, kur njerëzit bashkohen dhe kur njerëzit nuk heshtin. Ne sot jemi bashkë për ta hedhur poshtë të qeveritë të hajdutëve dhe për të marrë Shqipërinë tonë në dorë. Unë ju falenderoj që jeni këtu. Ju falenderoj që nuk jeni dorëzuar dhe ju falenderoj që besoni.